Nuk ka bashkëpunim më të mirë, vëllezër dhe motra, se sa ta shpëtosh një njeri nga zjarri i xhenemit duke e futur në Islam. Nuk ka bashkëpunim më të mirë se sa nxjerrja një njeri nga xhenemi dhe futja e tij në xhenet. Dhe ti je ti ai që pa e bën këtë punë. Subhanallahu, pyetje, a mund ta dënoj Allahu një njeri i cili e ka shpëtuar një tjetër dhe e ka futur në xhenet e ky të shkojë në xhenem? El jazau min jinsil amal. Shpërblimi vjen si masojë të punës. Bëu se beb për dikë se ka përturit Allahu ty. Shpëto dikë se do të shpëtojë Zoti ty. Dhe mos e nënvlefso vllajim dhe motra im asnjë moment. Mund të jetë diçka që ti nuk i kushton. A e dini ju vëllezër dhe motra se ka njerëz që janë udhëzuar pasha Zotin, që nuk ka Zot tjetër përveç tij, ka njerëz që janë udhëzuar vetëm nga fytyra dhe buzëqeshja e muslimanëve asgjë tjetër. Nuk kanë ditë as çfarë është Islami, as çfarë urdhëron Islami, as çfarë ka Islami, asnjë gjë. Thjesht ka pas një punëtor musliman i cili gjithmonë rinte i qesh. Gjithmonë rinte sadaka vllai. 8 orë në punë, të dhon sadaka, pa pushim. Vetëm buzëqeshja e tij dhe fytyra e tij e çelur ka ngacmuar. S'ka hallë, s'ka probleme. S'ka mundësi që kërin gjithmonë i buzëqesh. Dhe e kanë pyet, ka thonë, po ne kështu e kemi edhe me fen ton që njeriu të jetë buzëqeshur, duhet ngjallë shpresë tek fytyrat e tjera, tek njerëzit e tjerë. Pse kaq detaj i shif kafeja ju, po kaq detaj. Po çfarë është Islami etj deri në fund. E sa raste ka të tilla pa ftuar fare dhe pa fol fare. Ndërkohë që ne mund të kemi situata dhe situacione në jetë që mund të bëhemi sebeb për dikë me i fjalë të mirë, me i këshill të mirë, me i dhurat, me i ftesë, me i ofrim libri apo diçka e të bukur, apo s'ka dalë tani elhamdulillah copzat e videove, që mund t'ia çosh gjithë fisit tat, që mund t'ia çosh gjithë kolegëve të tu. Njerëzit që kanë për grupe, njerëzit që kanë Facebook, njerëzit që kanë në Instagram, ku e dim ne se çfarë mund bëhet sebeb për dikë që të udhëzohet në Islam.